Bashkia Skrapar, qarku Berat, 23 kuti të numëruara, janë numri që gjithsej pra i kutive për Skraparin, 66.5% fiton Partia Socialiste me 3.614 vota, 1.588 vota për Partinë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 29.2%, për shikni një e përsi e thellë avantazhi lartë i Partisë Socialiste. Nisma Thurje Shqipëria bëhet 2.2%, 120 vota, Lëvizja Bashkë 0.9%, 50 vota, 37 vota për Partinë Mundësia, 0.7% pra, Partia Social-Demokrate 0.3% të votave, 16 vota, 7 vota shkojnë për Aleancën Kombëtare Shqiptare, 0.1%, dhe për koalicioni Euroatlantik 0.1%, 4 vota për Bashkinë e Skraparit, qarku i Beratit.